Më datë 26 prill të vitit 2023, bëra publike për herë të parë skemën 5D të Bashkisë Tiranë. Ishte si të ngrije kapakun e një arkivoli institucional dhe të kuptoje jo vetëm korrupsionin, por edhe kalbëzimin shtetëror të mirë organizuar. Një linje pa dëgjuar vjedhjeje, ku drejtorët e bashkisë funksiononin si element të një grupi të strukturuar kriminal, me detyra të ndara, me firma të sinkronizuara për një qëllim të vetëm zhvatjen 100% të parave publike. Sot, gjykata e apelit për krimin e organizuar dhe korrupsionin vendosi përfundimisht kapakun. Jo mbi krimin, jo, por mbi drejtësinë, mbi shpinën e dërmuar të qytetarëve të thjeshtë. Drejtuesit e bashkisë, përveç njërit, dolën nga salla jo si të penduar, por të larë, po si urrëzuan edhe dënimet simbolike të shkallës së parë. As burg, as kthim parash, as edhe një përgjegjësi. Një dosje e varrosur me ceremoni nga një drejtësi që sot prodhoi një kukull fajësie, në fakt një alqibllako të dytë, që i varën të gjithë peshën e një grabitjeje kolektive. Të gjithë drejtorët e Bashkisë Tiranë, me përjashtim të Mariglen Qatos, u shpëtuan përfundimisht nga përgjegjësia penale.